Ok, miq të nderuar, ja ku jemi përsëri së bashku, ashtu sikur se ju thash edhe pak më parë, do të kemi një personalitet të kinematografisë, por unë gjithmonë e kam quajtur si të familje, se për të gjithë ju, gjithë populli shqiptar që ka përjetuar ato filmat e bukurat të kohës, na janë bërë këta aktorë të familjes, atë i kam thënë vetë. Luiza Gjuani, s'ka nevojë që ta prezantoj, po për të gjithë rinin, edhe këta bashkëdhetarët që i kanë fëmijë që sot janë në një moshë, megjithëse unë e shoh që ka një kërkesë nga këto familje, duket edhe nga paketat që marrin. Dhe fëmijët janë edukuar me filmat shqiptar. Mirë se ardhe. Mirë se ju gjetë. Edhe kënaqësia është më e madhe që në këtë festival të dytë, ne ju kemi të pranishme këtu. Po, kënaqësia është e gjitha imja. Kënaqësi shumë e madhe, sepse jo vetëm për faktin që në Boston po bëhet një festival filmi shqiptar, dhe do t'ju them një gjë, në kufi, para se të hyja në Boston, policia më pyeti motivin, pse po vinë në Boston, dhe i thash për një festival filmi. Festival filmi? Po, i thash festival filmi. Qa filmi? Filmi shqiptar. Bëhet festival filmi shqiptar në Boston? Po, i thash një festival filmi shqiptar në Boston. Oh, thash shumë bukur. Do më thënë, është shumë e rëndësishme për gjithë komunitetin shqiptar që të ketë një event të tillë, ka që të rëndësishme në mënyrë të veçantë në këtë vend magjik që quhet Katedralja e Shën Gjergjit. Për më tepër kisha e Nolit. Po pra, po që njihet ndryshe si kisha e Fanolit. Është, për mua i jep një dimension honorific festivalit dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë festival. Kur mësove për festivalin, apo e kishe idenë që vjetë që kur filloi edicioni parë? Nuk e dija fare që ekziston, sepse nuk kam rrjetet sociale. Kisha dëgjuar diçka, po jo për konkretisht me detaje. Dhe kur më ka marrë Bujar Alimani, që bravo i qoftë, Bujar Alimanit edhe gjithë stafit këtu, sepse është përkushtim i jashtëzakonshëm të bësh një aktivitet të përmasave të tilla, të sjellësh artist nga Shqipëria, është e vështirë. Të them të drejtën, i thash pse jo, dhe ja ku jam, bashkë me ju, kënaqësi shumë e madhe. Për mua ishte dita e parë shumë emocionale. Bujari kishte organizuar një takim tek Vatra me komunitetin shqiptar, po moshën e tretë të komunitetit shqiptar. Dhe atje kam ndier dashuri, emocion, pafund. Domethënë, për mua ishte një ditë e jashtëzakonshme, ma zbukuroi shumë ardhjen këtu në Boston. Unë ju pash nga afër edhe do t'ju përcjellim të gjithë shqiptarëve kudo. Nuk bëhet fjalë vetëm këtu në Kanada, domethënë në Amerikë, Kanada, sepse paketa dhe televizioni shihet në këtë vend, po ne sot i kemi mundësinë ta shohim të gjithë shqiptarët. Unë ju pash në një lodhje të paparë. Por duke u trequr që dalë të qetësohem, të ulët, ti prap nuk uleshe. Prap nuk qetësoheshe. Po sepse ishte një lloj adrenaline jashtëzakonshme, dashur pa dashur ishte energjia pozitive që më vinte, që duhet ta ktheja me të tilla përmasa, sytë atyre njerëzve ndjeva mall të papar, ke sytë atyre, dashuri të papar. Takova njerëz që kisha vite pa i takuar. Kam takuar miq të familjes dhe kjo ishte e jashtëzakonshme për mua. Dhe do iki me një ndjesi shumë të bukur. Dale, se sa po ka ardhur, për të ikur mos e mendo, unë të kam thënë, që mos unë zito, se si dhije. Hera e parë që erdhe, si po i shikon? Këta shqiptarët, këta... Se me 2 ditë nuk mund të po si po i ndjenë. Ta them vetëm me 2 fjalë, po ndjenë si në shtëpinë time. E vetmja gjë që më ka ndryshuar është orët, ritmi, trupi është mësuar me tjetër, se sot tani në këtë moment në Shqipëri është janë orët e vogla të natës. Po 12, 1 e natës. E natës. Dhe këtu është ende ditë,
Dhe është pak si konfuzion kështu në pjesën sa të përshtatet, po në momentin që do përshtatemi do na duhet të lëvizim dhe do jetë shumë e gjatë pjesa konfuze e kohës. Vetëm kjo. Por pjesa tjetër, mikpritja, emocioni, dashuria për filmin, pash sallën dje plot me një kuriozitet, kurreshtje dhe kërshëri të papar nga të gjithë pjesëmarrësit. Kishe dëgjuar për kishën këtu? Si e shef, do me thënë, këtë lloj ndërtimi që kanë bërë ata, sepse kjo ka qenë një qendër e të gjithë shqiptarëve, e Vatrës, e atyre shqiptarëve që mendonin për Shqipërinë, bënin plane për Shqipërinë, edhe investonin për Shqipërinë. Është investim i jashtëzakonshëm, me një histori të jashtëzakonshme. Është një xhojel që i kanë dhuruar të gjithë komunitetit shqiptar, dhe fakti që festivalit bëhet këtu, edhe kishte, domethënë është si të thuash, si një mision për të trashëguar edhe për ta mbajtur gjallë, jo vetëm kishën, por gjithë pjesën emocionale të gjithë shqiptarëve që janë këtu në Bosnë. Është një zgjedhje e mirë për të qenë këto salla të jenë, do me thënë, çdo vit aktive, edhe plot, por dhe për këtë festivalin? Po edhe për festivalin, pse jo? Pse jo? Sikur rrezaton, është, domethënë, në momentin që filmi shfaqet pikërisht këtu, është sikur po bekohet nga të gjithë të parët tanë. Është sikur po pagëzohet. Domethënë është magjike kjo gjëja që po ndodh këtu. Me sa filma vini? Ose unë mësova që nuk keni vetëm, Befasi ishte dhe për mua, unë mendova se do isha me filmin e Gjergjit, Liçenim, por ndërkohë ishte përzgjedhur dhe filmi i një regjizoreje dhe skenariste të re, Ajola Daja, një vepër që ka të bëjë me dhunën në familje, që e pash u pëlqy shumë ndje nga publiku. Gjithashtu edhe me një film me metrazh të shkurtër, i një djali të ri regjizor, Fabio Seferi, me skenar të Yllieta Liçkës, që është një subjekt shumë interesant, me një simbolik shumë të bukur në fund filmit, po s'po them gjë se ende nuk është shfaqur sot, më duket është shfaqja e filmit. Apo u shfaq dje, nuk e di. Se unë e kam parë filmin sa po kanë filluar, po do t'i mësojmë neve, do shohim edhe program. Cila ishte ajo ndjesia që ju sillni për herë të parë një film të bashkëshortit tuaj? Të Gjergj Xhuvanit, për t'ju bërë edhe më të qartë edhe. Ky film besoj është film që shfaqet për herë të parë. Kur është prodhuar ky film? Ky është prodhuar në 2019. Po. Dhe është filmi i fundit i Gjergjit, është dashuria e fundit e Gjergjit, se Gjergji e donte me jetë kineman. Është një film që unë e konsideroj si testament të Gjergjit, sepse me njëherë ditën që e mbylli komplet filmin, dhe më thënë që mbylli çdo gjë, më mori dhe në telefon dhe tha, e mbylla nesër kthe. Ky është ai filmi që mbas kësaj ai ndroi jetë, kështu? Po, domethënë mësuam që ishte në Itali, ëh? Në Itali. Ishin finiturat e fundit që i bënte filmit dhe bëshe kopja filmit, do ta merrte me vete. Dhe flasim telefon, e mbaroi dhe do të vinte të nesërmen. Dhe mbylli filmin, po mbylli bashkë me filmin edhe syt. Dhe është një film që është shumë i shtrenjtë në të gjitha dimensionet për të gjithë ne, për të gjithë familjen. Ka punuar me sakrificë të jashtëzakonshme në këtë film, sepse nuk është se ishte shumë mirë me shëndet. Unë i kam ndenjur pranë gjatë gjithë kohës në xhirim, me vërtet me sakrificë të jashtëzakonshme, por Gjergji nuk e afronte kurrë fundin, se thush, vrapomte, donte të kapte ritmin, donte të kapej mas filmit, sikur po kapej mas jetës, dhe kishte gati dhe një skenar tjetër dhe nuk, por
Këto janë sfidat që në sjell jeta dhe duhet bashkëtojmë me to. Do ta kemi mundësinë ta shohim këtë përveç këtyre njerëzve që janë sot këtu. Do ta kemi mundësinë filmi, po? Domethënë, Ndoshta në YouTube, ndoshta në për kinemat. rrugtimi i një filmi është i tillë, mbasi mbaron produksioni, mbyllet gjithçka, do të shëtisi aplikohet në të gjithë festivalet, shëtit në për festivale, dhe e merr në dorë pastaj distributori që përcaktohet nga vetë produksioni. Nuk është me një produksion, është me komproduksion, është futur komproduksion italian, Maqedonas, Kosovar, edhe Euroimazhi, se ka marrë mbështetje nga Euroimazhi për zhvillimin e skenarit. Dhe të gjithë këto komproduksione zgjedhin distributorin dhe është distribuimi pastaj që e shet filmin. Për palën shqiptare është produksioni shqiptar, që është Artan Huqi, dhe mbasi të bëj gjithë rrugtimin e festivaleve dhe të platformave televizive, do shfaqet për publikun. Po për publikun shqiptar është bërë një shfaqje në Tiranë, një shfaqje homazh për Gjergji në ditëlindjen e tij të parë mbas vdekjes, në ditën e tij të ditëlindjes me miq shok dhe gjithë stafin e filmit, edhe si një lloj jo vetëm homazhi, po edhe një lloj përkujtimore. Domethënë në logjikën që për ta patur Gjergjin afër, jo fizikisht, po shpirtërisht. Në atë ditë të tij të lindjes. Si regjizori i parë dhe si aktor Gjergjin e parë. Kanë qenë fillimet e karrierës tij dhe çdo gjë që ka bërë kur ka qenë student. Në vitet që ne kemi bërë shkollën, se kemi qenë student në një kurs, nuk ka pas regji, as regjie të teatrit, as regji të filmit. Mbasi mbaroi shkollën si aktor, u specializua për regji filmi dhe pastaj rruga e tij u kornizua, domethënë. Po e deshi kaq shumë filmin sa dhe jetën për të. Sa kujtojnë këta? Si Gjergji dhe shumë të tjerë, nga qeveria, nga njerëzit që janë në Shqipëri, kanë përkujtim, kanë përkujdesje, kanë, do me thëmë, për të qenë gjithmonë gjallë. Ta lëmënjan qeverinë, sa i qeveri ka punë në vetë, ka hallet të tjera, ndoshta edhe më të rëndësishme, po njerëzit nuk i harrojnë kur. Dhe janë produktet, ato që e sjellin pranë çdo artist, pranë njerëzve dhe i kthen ato në memorien kombëtare. Në këto vitet, mbas të rritit, do me thënë, 90 se në vazhdim si e shikon kinematografinë? Shiko. Se unë di që u patja të tronditje. Ka ndodhur një gjë. Nga në sistemi i diktaturës ku prodhojshin 14 filma në vit, sepse kinemaja ishte pjesë e propagandës dhe shteti investoi në këtë kuadër. Ardhja e demokracisë, kjo liri e papritur, i konfuzoi pak autorët. Domethënë, ishte një periudhë tranzit që u hutuan dhe duke dashur t'i thonë të gjitha, kjo e gjitha të kthehet ndoshta edhe në bumerang. Po pastaj filloi të kornizohet kinemaja dhe ishin disa elementë të rinj, si Gjergji, Artan Minarolli, Fatmir Koçi, Besnik Bisha, e shumë të tjerë dhe producentë të rinj, të cilët formatuan qendrën e kinemas, e cila si institucion kulturor është me një logjik më të saktë e krijuar, sepse është një institucion që prodhon një produkt me komproduksion, por totalisht shqiptar, dhe e bën filmin jo vetëm të prezent në gjithë botën, por edhe kompetitiv. Dhe kjo ka ndodhur mas 90-s që filmi shqiptar u bë prezent. Me prodhimet e reja. U bë prezent, madje jo vetëm prezent, po me një dinjitet absolut, janë fituar disa çmime nga të gjithë këta regjizorë që sapo përmenda, çmime që
kinema shqiptare si kishte parë kur në historinë e vet. Dikur bëheshin filma shumë të bukur dhe këta të rinj që janë derivat i atyre regjisorëve të jashtëzakonshëm që erdhën nga shkollat e lindjes dhe sollën atë frym të cilën ne po i trashëgojmë sot, se pa ta nuk do ishin. Sigurisht kemi autor, regjisor të jashtëzakonshëm që kanë bërë produkte edhe në atë kohë të jashtëzakonshme dhe sot e kësaj dite ke edhe për shkak të nostalgjisë, por edhe për shkak të produktit, sepse sollën shkollën profesionale të lindjes, frymën, që kanë ngel, janë emblema të gjithë kinemas shqiptare. Filmat jashtëzakonshëm. Por këtë rinjt e formatuan krejt ndryshe qendrën e kinemas. Sigurisht që ka probleme qendra e kinemas dhe problemi më i madh është problemi i buxhetit. Varet direkt nga parlamenti. Ajo që duhet bëjmë ne si artistë në gjithë komunitetin filmik, duhet të luftojmë që të rriten buxhetet. Sepse një buxhet i mirë të garanton filmin e mirë. Një buxhet i vogël është përpjekje shumë e madhe, është një strapacim shumë i madh, por ti si krijues për shkak të pamundësisë do bësh kompromis e cila do të çdojë në vlerë pastaj. Kështu që duhet të luftojmë fort për të rritur buxhetet. Duke qenë se i kemi të dyja kohët, si atë teatrin, por dhe të filmis, aktorët sot janë në nivelin që duhet jenë. Do më thënë që në qovë se do të bëni me krasim, se ne nga që në është mësuar, unë për shembull jam shumë skeptik. Unë jam fokusuar tek ju, edhe i shikoj me imtësi aktorët e sot. Jo, ne kemi aktorë të rinj të jashtëzakonshëm. Unë kam punuar me të rinj. Kemi të rinj të talentuar të jashtëzakonshëm. Të mrekullueshëm. Do më thënë që të marrin një shfaqje janë leading, do më thënë person që luajnë role që kryesore në një shfaqje dhe janë të mrekullueshëm. Padyshim që çedon një çik formimi i tyre. Dikur mu më ka dhënë mësim Kadri Roshi, Drita Pelingu, Timo Floko. Do më thënë pedagogë që sot janë legjitimojnë kombëtaren në teatr. Shkolla, një pjesë e mirë e tyre nuk është më fatkeqësisht, dhe shkolla duhet patjetër të rrisi pjesën profesionale, formimin e këtyre. Ka pedagogë shumë të mirë, ka artistë shumë të mirë, por nëse dikur konkuronin, për shembull vitin që unë kam konkuruar për të hyrë në shkollë kanë qenë diku ke 350 vet, sot konkurojnë një dhjeta, për të mos thënë edhe më pak, për të marrë 15 aktorë që të bësh një kurs për të formatuar një shfaqje. Pa 15 aktorë nuk mund, sepse i gjithë cikli i shkollës është 4 vjeçar. Për këtë gjë mund të flasim më mirë një pedagog, për shembull Rovenën që e kemi këtu dhe du fort, mund t'ja u shpjegoj më sakt këtë gjën, por e tillë është situata. Domethënë, pse ndodh kjo? Sepse ne artistët punojmë për të mbijetuar. Dhe është vetëm dashuria që kemi për profesionin që na ka mbajtur këtu. Është ajo marrëdhënia që kemi krijuar me publikun që na ka mbajtur kështu. Është ai feedbacku që kemi marrë nga publiku, që ne dashuria, që kemi marrë nga publiku që na ka mbajt këtu, sepse punojmë sinqerisht për të mbijetuar. Dhe çdo i ri e shef si një, domethënë si një dështim, nëse vazhdon këtë profesion, nuk ka të ardhme. Nuk mund të punosh për të mbijetuar, do krijosh familje, një student. Nëse futet në teatr sot, nuk ka mundësi të mbaj vetëm veten, jo më familje. Kështu që ka probleme, duhet konsideruar, duhet kthyer vëmendje nga artistët.
mendja e shtetit. Do ta kemi mundësinë na interpretoni për bashkëdhjetarë, ndoshta edhe në Kanada dhe këtu me diçka teatrale, diçka kështu. Do na vini ndonjëherë? Shumë mirë do ishte, po se di. Nuk e di, pak e vështirë. Ju e shikoni, kemi komunitet të gjerë, sa të një, Po. si e shihni këtë? Këtu në Boston e pash që ka shumë komunitet shqiptar dhe mund të vi një shfaqje, të punohet këtu. Nuk e di nëse i ka mundësit, se s'kam folë për këtë gjën, por ka dhe e shoh që ka kureshtje, ka interes. Në të shofi kulturën shqiptare këtu, në emigrim. Unë të falenderoj. Asgjë më vjen keq, kënaqësi. Unë ju pash që me gjitha të lodhin si që e përmendajnë për para, sot nuk do desha, do me thënë të... Ju kini një impenjim, sa dilni dhe kini gjithë këta njerës jo fotografit, jo për të i qenë afer me midis tyre dhe ju jeni e papërtuar, me të gjithë e papërtuar. Jemi bërë dhe ne të ndjeshëm duke qenë mbrapa te. Unë falenderoj me shpirt sepse jemi ndjerë mirë në këto 2 ditë që kur kemi ardhur. Jam ndjerë kaq mirë, sa ju falenderoj shumë. Di që akoma si një stabilizuar, ju kërkoni tikni, po të shpresojmë të rini dhe pak. Të tillë kishim kontratën dillin që do vinim në bashkë me Rovin në festivale dhe do iknim sa të mbaron dhe festivali. Sepse vërtet kemi impenjim me Rovi është duke bërë një vepër, një regji me studentët, të cilën për 2 javë do ta shfaqi, dhe unë kam impenjimet e mia që jam duke në provat për një projekt të ri në teatr që do jetë në fillim shtatorit. Mirë, atëre ne të shpresojmë dhe faleminderit që je sot këtu me ne. Faleminderit juve. Kënaqësi shumë e madhe dhe urime për këtë event kaq të bukur. Faleminderit. Shkërkoni. Nuk u ladhët. Nuk e keni këtë. Po që se kjo nuk shko të ku duhet, e ashtu si duhet. Koka ime fluturojnë e parë. Bëje. Të që mua bëje. Kjo është pabesi. Se kështu t'jali pabesi e ti. Zot, që më malkon. Sa mu da e vida më zhiva. Pušta jedna, dobro prešmalio, te ubijam.